të një pacienti të gjinisë pashkullore, i cili kafshohet në gjarpin në organin e tij gjinital. Dhe thash, fatmirësisht ka qenë kafshim i thatë, sepse po të ishte kafshim i njom, duke qenë zonë shumë e vaskularizuar dhe intoksikacioni do të ishte shumë i rëndë. Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Quantum Xatis. Në fakt, ky emri jon Quantum Xatis do thot aq sa duhet. Në momentin që e lajm dozën, atëherë duhet që shkojmë te një mjek toksikolog, siç është profesor Aler Drishtin. Shumë kënaqësi t'ju kem ftuar në këtë episod. Që është shumë kënaqësi edhe për mua. Atëherë dua profesor që ta nis pak nga që kam edhe unë domethënë këtë si kuriozitet timin. Çfarë ju shtyu që të merreshit me toksikologjinë, ta studioni si shkencë e gjitha me radhë? Atëherë, unë i përkas një brezi që shanset për të zgjedhur nuk kanë qenë shumë të mëdha. E kuptoj. Në kohën të e dikushme, domethënë ne keshim të drejtë të kërkonim diçka, por a mund të realizohej kjo ishte tjetër gjatë. Por fatmirësisht pata fatin që më plotsu dëshira ime për të bërë mjek është shumë e hershme, që në vogli, për arsye sepse nëna ime ka pas probleme kardiake dhe sa herë ajo smuhej, unë i thoja unë do bëj mjek ku më i mirë në botë dhe do të shëroj ty si çdo fëmijë fatikisht. Por kjo fjali sikur u bë realitet, mori kuptim. Por plus asaj sigurisht që edhe babai im ishte mjek dhe unë jam rritur se më thanë familje të një mjeku. E kuptoj. Duke qenë profesor se dhe ju e përmendët, babai juaj ka qenë mjek, po me sa unë di fëmijët tuaj nuk është që studiojnë për mjekësi. Pse u prish kjo traditë familjare? Problemi është që mjekësia faktikisht është një shkencë shumë e bukur, por njëkohësisht është dhe goxha impenjative si nga ana fizike ashtu dhe nga ana mendore. Patjetër. Dhe kohët mbase ndryshuan, mbase preferencat e brezave janë për shkencat kompjuterike apo diçka tjetër. Dhe unë nuk kam ndërhyrë fare, domethënë për të ndryshuar në fakt profesor, kjo mania e mjekëve që duan t'i bëjnë mjet siç e unë duke pas domethënë një fill goxha gjatë familjar që janë marrë me mjekësi. Mbase duhet ishte edhe ndonjëri nga fëmijët e mi, por gjithsesi në familje janë edhe partnerët e tyre, mbase ndokush prej dy vjen ata mjek. Okej, shumë i bukur. Profesor, me çfarë merret një mjek toksikolog për gjithë ata që domethënë ndoshta nuk e kanë të qartë, duke qenë se këtë podcast nuk e ndjek vetëm komuniteti mjekësor, po e ndjekin dhe publiku i gjerë. Po, e kam vënë re dhe më ka tërhequr podcasti juaj, më thënë të drejtën. Personazhet të cilët keni thirrur kanë qenë korifejt mjekësisë shqiptare, unë përmend profesor mentorin, Antar Petrelën apo doktor Çelikun, Monika Fidën apo mjek të tjerë. Kështu që do të përpiqem të jem edhe profesional, po edhe i kuptueshëm për masën tjetër të dëgjuesve. Atëherë toksikologjia është një shkencë e cila merret me helmimet. Duke u marrë me helmimet, kuptohet që çdo gjë e cila kalon dozën bëhet helm, pra toksikologjia është një shkencë shumë e gjerë. Dhe duke qenë një shkencë shumë e gjerë, sigurisht ajo është ndarë në 9 deg të ndryshme. Unë faktikisht merrem me pjesën e toksikologjisë klinike. Toksikologjia klinike merret pikërisht me helmimet e njerëzit nga ato substanca të cilat janë mbi dozë. Pasi duhet i themi publikut çdo gjë është helm. Ndryshimi në doza. Pra çdo gjë që ne bie në kontakt me trupin e njerëzit, e cila është në doza mbi ato normale apo mbi ato fiziologjike apo mbi ato që kërkon trupi organizmit, këto e dëmtojnë trupin. Duke dëmtuar trupin kthehen helm. E kuptoj. Në fakt, profesor, mbaj mend që ju në këtë formë e nisët dhe leksion e parë toksikologjisë. Unë jam qenë studenti juaj që do të keni kujdes me dozën. Duke qenë profesor se
Normalisht njerëzit kanë probleme varësie dhe duhet vinë tek një mjek toksikolog, por ju a shikoni një stigmë për shembull në praktikën tuaj të përditshme klinike me pacientët që e kanë si stigmë që të vinë tek një mjek toksikolog? Stigma është prezent, por fatmirësisht me kalimin e viteve, kjo stigmë sikur nuk është më aq e fuqishme sa në fillesat e saj. Mund të themi që pacientët e parë të cilët kishin varësi ishin përgjithsisht pacientët me varësi iatrogjene. Pra, duke pasur sëmundje kronike të llojeve të ndryshme, të cilat shkaktonin dhimbje të mëdha, mjekët detyrohen të japin mjekim i cili mposh këto dhimbje, që përgjithsisht janë opioid legal. Dhe këto pacientë dashje pa dashje ktheheshin në vartës. Po ky numër ishte shumë i vogël. E kuptoj. Numri filloi të rritej pas viteve 96. Dhe sigurisht stigma në këto vite ka qenë shumë e fortë. Me kalimin e kohës, me sa duket njerëzit u ndërgjegjësuan ose u mësuan, u familiarizuan me këto dhe substancash, dhe stigma thuhesh nuk është më aq e fuqishme sa çka qenë në fillesat e saj. Pra me kalimin e çdo 10 vjeçari vjen re që njerëzit janë më të çtirët në bisedë me ty për problemin e drogave. Ndërkohë që dikur ishte shumë e vështirë të komunikoje me to dhe të gjeje se çfarë lloj droge do përdornin nëse nuk përdornin testet e shpejta të cilat evidentonin llojin e drogës që ato përdorin. E kuptoj. Në fakt profesor, përpara se ne të kalojmë tek pyetjet domethënë tamam klinike dhe që lidhen me profesionin, ne kemi një rubrikë veçantë, nuk e di nëse domethënë e keni parë edhe te episodet e tjera, që quhet pyetjet e ngrohta. Ku përgjigjet në këtë rubrikë janë me 1 ose 2-3 fjalë, domethënë shumë të shkurtra. Si një mjek që trajton sëmundjet e varësisë, po për ju, cila mendoni që është varësia më e madhe? Tani kemi 2 lloj varësish, varësi fizike dhe varësi psikike. Okej, Do të përgjigjem për të dyja, apo për të dyja. Po shkurtimisht. atëherë për sa i përket gjërave të cilat un kam varësi, sigurisht varësia kryesore që un kam është familja ime. E ke ishte shumë e bukur. Dhe pa ato domethënë nuk ndihem mirë. Mbase mund të them që doza më shritur, pra kam kriju tolerancë, dua të rri sa më shumë që tjetë e mundur. Por profesioni të cilin un kam është Nuk pëlqej jo? një çik pasi angazhimet tona në punë janë goxha të mëdha, E kuptoj. por goxha të mëdha është edhe pjesa pas punës, ajo e leximit të literaturës. Duke qenë që çdo gjë është hel, është e vështirë edhe pas shumë vitesh ta kesh rrokur të gjithë problematikat e toksikologjisë. Pra ne çdo ditë mund të hasim me probleme të reja, të cilat na duhet të studiojmë edhe literaturën e kolegëve tam, që ndonjëherë kjo literaturë është shumë e rrallë për substanca të cilat nuk hasen rëndom. Por ama të bjen rasti që pacienti jot të ketë një problematik të tillë. Kështu që pjesa e studimit, sigurisht të gjithë mjekët e kanë këtë, pa diskutim. Por në toksikologji, ose më saktë fusha ku unë mbuloj, e shikoj që çdo ditë e ke të nevojshme të konsultohesh me literaturë. E kuptoj. Duke qenë profesor se ju mjek, domethënë si mjek toksikolog, përveç domethënë substancave ose atyre që e kalojnë dozën, merrni edhe me pickimet nga insektet e ndryshme. Cili është vendi më i çuditshëm që u ka rastisur që është pickuar një pacient? Është bërë virale një në TikTok faktikisht. Nuk e kam. Sigurisht pickimet dhe kafshimet, të gjitha këto insekte apo kafsh, të cilat na pickojnë apo na kafshojnë, nuk është se na sulmojnë. Ato kanë refleksin e mbrojtjes. Pra ato perceptojnë sikur ne po i sulmojnë dhe reagojnë. E kuptoj. Sigurisht vendet më të zakonshme janë ato më të ekspozuarat, ekstremitetet e sipërme apo të poshta. Por sigurisht ka edhe raste të rralla të cilat për arsye më të ndryshme kemi një eksplozim në vende që normalisht nuk i kemi të ekspozuara në normalitet. Kështu që për sa i përket insekteve, sigurisht ato duke u futur në trupin ton mund të shkojnë kudo dhe mund të pickojnë dhe kafshojnë, por ajo që thash është bërë edhe virale në TikTok. Nuk e kam parë, me thënë drejtë. Është rasti i një kafshimi të gjarpër, po fatmirësisht kafshimi i thatë, jo kafshimi njom, pra jo kafshim me helm.
të një pacienti të gjinisë pashkullore, i cili kafshohet në gjarpin në organin e tij gjinital. Dhe thash, fatmirësisht ka qenë kafshim i thatë, sepse po të ishte kafshim i njom, duke qenë zonë shumë e vaskularizuar dhe intoksikacioni do të ishte shumë i rëndë. E kuptoj. Nëse te mund të trajtojmë rast interesant, pasi gjithmonë kur e tregon Ka pa një deri të bëhet si gasmore. por sigurisht kam edhe një rast tjetër të një thumbimi apo pickimi nga një fluturak që me probabilitetin më të madh mund të qenë grenc të një personi të i cili pickohet me uvull. Madje do të thoja që ky lloj rasti mund të jetë goxha i shpesh nëse nuk jemi të kujdesshëm kur konsumojmë këto kanoçet e lëngjeve të frutave. Sepse një nga këto fluturakët mund të futet aty brenda, nëse keni vëresë sepse i tërheq ëmbëlsia e saj, dhe në momentin që ti e pin ai kërkon të dalë dhe hapësira që ka përballë është hapësira e gojës. Por janë pickime goxha problematike për sa i përket trajtimit dhe gjendjes pacientit. Dhe qenë zonë shumë e vaskularizuar, edhe thjesht reagimet që bëhen nga lëngjet e tyre jo helm, ndonjëherë trupi reagon me një fuqi shumë të madhe dhe kërkohet patjetër ndërhyrje mjekësore mbase terapive intensive. Pra që rëndë edhe kritike bëhet situata. Thonë profesor që një mjek, domethënë, ta trajtoj sa më mirë të sëmundjen, duhet që ta njohë sa më mirë sëmundjen. Në rastin tuaj, ju i keni provuar substancat narkotike? Atë nuk ka nevojë ti provosh. Okej, thjesht ti studiosh. Po, personat e cilët rastësisht mund të vuajnë nga një sëmundje dhe janë dhe mjek, sigurisht mund të shprehen edhe me praktikën e tyre, por si çdim çdo pacient është individ. E kuptoj. Pra jo çdo individ reagon njësoj nga një patologji e caktuar. Aq më tepër kur bëhet fjalë në profilin tim, në helmimi është shumë individual në përgjigjen e pacientëve. Kështu që por ama mund të them këtë që literatura sot, përshkrimi dhe të gjitha gjërat që kërkohet të di një mjek nuk ka nevojë të eksperimentoj më si mes jetë. Është e nevojshme për t'i provuar vetë që të dinë se si reagohet. Këto mjek kanë qenë heronj faktikisht dhe respektuar, por në ditët tona besoj se nuk është e nevojshme. Okej. Për të rikthyer profesor pak te praktika juaj klinike, puna e përditshme që bëni në QSUT tek departamenti i toksikologjisë, cili është rasti më interesant klinik që ju keni pasur? Më interesant apo më i vështirë? Të dyja, edhe më i vështirë nëse domethënë që juve ju ka sfiduar, si thua. Atëherë ne kemi një sfidë jo ne si toksikologji në Shqipëri, po si toksikologji në arenë dhe më gjerë botërore. Janë hedhmimet me insekticidet dhe do veçoja atë që njihet në popull fosfoksin. Fosfidi aluminit, që është termi i saj shkencor, është një lloj helmi i cili faktikisht ne nuk kemi antidot. Nuk ekziston, ose teorikisht ekziston, por praktikisht nuk ekziston mundësia për matjen e përqendrimit në gjak të saj, pasi ajo vendoset në inde dhe në qeliza target shumë shpejt dhe është tek e porse, kur është në dozat e saj letale. Pra ti bën një përpjekje madhore për t'i shpëtuar jetën këtij pacienti, por dështon. Kuptoj. Dhe nuk dështohet vetëm në klinikën tonë. Sado e përparuar të jetë një qendra spitalore ku shkon pacienti, ku kjo dozë është mbi ato, nuk po përmend dozën për arsye ajo bëhet vdekje porse. Ne përpiqemi edhe kur jemi në këto doza. Fatkeqësisht nuk e keni dështojmë dhe ky është një moment shumë i vështirë që ti bën përpjekje maksimale. Kontingjenti i të helmuarve përgjithsisht është me një moshë të re,
dhe janë raste të cilat nuk ndjehesh mirë pavarësisht lodhjes, përpjekjes, nuk më të kënaqjes, përfshirjes që bën edhe si qenie humane me shpresën se mos arrim diçka, por shpeshherë kur kjo dozë është thash në dozat letale është me prognozë fatale. E kuptoj. Dihet profesor që sot përgjegjësh substancat narkotike nuk është shumë e vështirë, është e lehtë domethënë. Kështu që si mendoni që duhet vepruar domethënë në një situatë të tillë? A mendoni që ndoshta është më mirë që të legalizohet dhe kontrolli të jetë më i madh nga shteti apo domethënë ju si e mendoni? Perceptimi është kështu që gjendet lehtë. Por kur gjendet lehtë edhe lufta duhet të jetë e lehtë. Por mendoj që nuk është kaq e lehtë. Por ama përdoruesit për të ushqyer vesin e tyre apo adiksionin e tyre, sigurisht bëjnë përpjekje të mëdha për ta siguruar ata. Duke qenë që janë substanca ilegale, sigurisht organet e caktuara që merren me ndalimin e këtyre problemeve, sigurisht ja vështirësojnë po themi shpërndarësit këtë substancës. Jo, se shpeshherë përdoret ky term dhe duket sikur dil në rrugë dhe e gjen. Din rrugë dhe i ndihet e ambrozor, kështu që Jo, do të thoja për shembull edhe mund ta gjej shumë lehtë në ushqim bio, se e di ku shkoj me e marr. në rregull, është dhe kjo. Po, dhe përdoruesi di se ku do shkoj. Por do të thoja që këtu janë bërë shpeshherë përpjekje për Ka patur edhe diskutime me sa di. Po ke tempullin 1, tempullin 2 që u kapën shumë, por këto ishin më tepër spaçatorë, domethënë shpërndarësit. E kuptoj. Lufta me drogën është një luftë e cila po ka dekada dhe nuk po arrihet të fitohet. Por trendi i sotshëm është që lufta kundrejt këtyre substancave mos jetë represive. Në të gjithë botën ka filluar të aplikohet ndërgjegjësimi i popullatës. Dhe kjo pretendohet të jetë edhe e ardhmja e luftës kundër këtyre substancave. Sa më i ndërgjegjshëm të jetë qytetari për dëmet që ajo i shkakton atij apo rrethit ku ai qëndron, aq më pak përdorues do të kemi. Sepse çdo njeri me një mendje të shëndosh nuk përdor diçka që e dëmton. Megjithatë profesor është gjithmonë ai kurioziteti kanë përshtypjen, edhe Kurioziteti është për çdo qenie njerëzore edhe për çdo gjë. Dhe sidomos në moshët e adoleshencës, por ama një përdorim për kuriozitet nuk do të thotë bësh i varur. Pra duhet kjo popullat e cilës unë do t'i rekomandoja as kuriozitetin mos ta ketë, sepse s'është një kuriozitet me një efekt të madh pozitiv, ose më saktë sepse edhe drogat i kemi të llojeve të ndryshme. Nëse ti do të stimulohesh, do përdorësh një stimulant, apo nëse ti do një relaks, do përdorësh një depresant. Por do t'i thoja që edhe kjo kurrështje është një kurrështje në dëm të shëndetit. Pse të hysh në një lojë e cila i dihet fundi që është negativ për shëndetin? Ne në mjekësi e kemi parim bazë që mjekimi më i mirë është profilaksia, pra parambajtja. Pse duhet të hysh diçka e cila dihet se ku të çon? Megjithatë, do të thoja që një përdorues i cili mund ta përdori thjesht për kurrështje, besoj pasi e ka shumë kurrështjen, nuk ka pse ta përdor. Sepse do të marrë menjëherë pasojat e efektet negative që substanca do t'i japi pas lënies efektit. Nëse e ka marrë në dozat po themi të pranoshme. Sepse sigurisht kemi edhe mbi dozat të cilat nuk janë gjë tjetër se helmime, intoksikacione. Por nëse ka arritur të marrë një dozë për aq efekt sa i ka dëshiruar, do të shikojë që ky efekt është shumë i shkurtër dhe vujtja pas saj është shumë e gjatë.
E kuptoj. Dhe duke qenë profesor se jemi tek moshat e reja dhe tek efektet anësore. Gjohet shpesh domethënë si terminologji, bar, triplet, hash, emërtime të tjera domethënë që çdo ditë dalin edhe të reja. Për gjithë këto mosha të reja që ndjekin këtë episod të podcastit, cilat janë disa nga efektet anësore që ata mund të kenë nëse i përdorin substanca të tilla? Atëherë kemi efektet anësore të menjëhershme, kemi dhe ato të mëvonshme. Sigurisht në efektet e menjëhershme kjo varet e para nga doza që merr. Kuptoj? Nëse doza është më e lartë se sa që përballon organizmi i tij, pacienti do intoksikohet. Nëse ka marrë depresant do bëj gjendje depresive të plotë, me frenim të sistemit respirator dhe atij të sistemit nervor qendror. Nëse do marrim stimulant, ky stimulim i tepërt mund të shkaktojë edhe hemoragji cerebrale intrakraniale, çrregullime të ritmit të zemrës, sigurisht mund të sjellë edhe konvulsionet apo rritje të temperaturës në përtej 40 gradë dhe 41 gradë, të cilat shpeshherë janë të padominueshme me farmakoterapi, por kërkojnë si esh kompresa, madje edhe futje në vaska me akull. Pra, një person i cili merr këto mbi doza kuptohet që këto lloj efektesh dhe kjo lloj përvoje duhet ta bëj normalisht, mos përdori më. Por në rastet kur pacienti ka marrë një dozë e cila ja ka plotësuar atë dëshirën që ai ka pasur, për shembull një stimulant i cili e ka ngretur moralisht. Por këto substanca kanë një efekt më pas, sa bën këtë ngretje, pastaj nga gjendja e stimulant ato kur humbet efekti i tyre bëhen te depresant. Pra ti e shikon jetën shumë në stres se sa që ishte para se ta përdorje. Ose në qoftë se përdorin këto depresantët, mund të relaksohesh si fillim, por pasi del efekti i tyre, marrin një lloj super xhiroje të cilën përsëri nuk ndjehen mirë. Pra në të gjitha rastet, pas lënies së efektit të substancave, edhe në doza po themi të dëshiruara nga përdoruesi, këto pacientë kanë përgjithsisht përvoja negative. Po pse i përdorin? Kur i ndjehen keq. Çfarë ju thon zakonisht, i pyesni për shembull pse i përdorni? Po, atëherë nëse nuk janë të varur, kjo është thjesht problemi i shoqërizimit të grupit ku ato ndodhen, e kuptoj. Ndërsa nëse janë të varur, sigurisht e kemi bërë edhe në leksionet bashkë, ky lloj pacienti kërkon të marrë gjithmonë atë efektin e dëshiruar, por duke kriju tolerancën rrit dozat. Duke rrit dozat ai kërkon që gjithmonë të marrë më shumë për të marrë të njëjtin efekt. Asnjëherë nuk e realizon atë efekt që ai ka pas marrë në herën e parë. Pavarësisht se rrit dozat, por i përafrohet atij efekti. Duke rritur dozat, fillon dhe krijohet dhe mundësia për mbidozim, pra helmim nga substanca, por krijohet edhe ajo, nëse ai nuk e merr, ai bën krizën e abstinencës. Kriza e abstinencës pavarësisht është stimulant, depresant, halucinogen apo të gjithave së bashku, ai kërkon të marrë të dozë dhe bën veprime për të siguruar anën financiare nga më të ndryshmet apo për të siguruar hapësirën kohore për ta përdorur. Kemi për shembull raste që mund t'i themi edhe për si relaksas, mund të niset për të bler buk dhe nuk blen buk, po blen substancën që ai ka varësi dëshiron, duke në vlerësuar fare idenë që ka shku me ble buk për ta çuar në shtëpi. Pra arrin deri këtu niveli i varësisë. Niveli i varësisë, ai i fshin çdo lloj aktiviteti, sado i rëndësishëm të jetë ai për jetën e tij apo të familjes së tij, dhe shkon dhe merr substancën. Kuptoj. Dhe sigurisht këto veprime të quajtura kompulsive janë elementi i tretë për ta quajtur të varur një person nga një substancë. Pra është toleranca, kriza e abstinencës dhe këto veprimet kompulsive, i cili është një grup i madh veprimesh, por që grupohen në veprime kompulsive nga ana pacientit, që shpeshherë janë të palogjikshme, ndonjëherë pacienti është koshient që nuk duhet ta bëjë, por e bën sepse është pikërisht ajo që në terminologjinë tonë quhet craving, gryerja psikologjike, mund të themi në gjuhën shqipe,
e cila e mposht të mendim të shëndetshëm që ka pacienti. E kuptoj. Pra, varësia është një sëmundje kronike dhe trajtohet si e tillë. Sigurisht nuk fillon direkt si sëmundje kronike, fillon pikërisht me ato kurreshtjet ta provojë grupi shoqëror i cili mund ta shtyjë drejt përdorimeve dhe të tjera, dhe papritmas ky pacient shikon që është i varur dhe nuk mund të qëndrojë pa këtë substancë, dhe sigurisht dëmet, siç mund të jenë dëmet akute në organet target, shumë shpejt ato bëhen multiorganore. Pra, pacienti nuk vuan më nga një sëmundje e caktuar apo patologji e caktuar, por dëmtimi fillon dhe bëhet multiorganor. Dhe trajtimi sigurisht i këtyre rasteve si sëmundje kronike është multiorganor shpeshherë. Cilat janë profesor disa nga substancat që uvin pacientët të intoksikuar më shpesh? Statistikisht mund të themi që grupi më i madh i intoksikacioneve janë medikamentet. Pastaj mund të në kohët e tanishme mund të themi edhe këto detergjentët apo Edhe këta. substancat që ne kemi në shtëpitë tona që i përdorim për pastrim higjen. Dhe ka dalë si më poshtë, në nivele më poshtë, insekticidet, pesticidet, si thuash, base për arsye të ndryshme, nuk e di, por është grupi i tretë. Ndërsa mbi dozimet me substancat psikoaktive, të cilat po flasim për ato ilegale, sigurisht ka filluar të zëjë një vend të rëndësishëm, nëse do ta quajmë klasifikim këtë që sapo bëra. Por gjithsesi mund të themi që medikamentet janë grupi kryesor i intoksikacioneve. Po në Shqipëri, profesor, a ka një qendër rehabilitimi për të gjitha personat që vuajnë nga sëmundjet e varësisë, edhe pak a shumë si bëhet trajtimi, si është qasja ndaj tyre? Atëherë, duke qenë sëmundje kronike, mekimi është i gjatë, por nuk është i gjithë me farmakoterapi, pra me medikamente. Një pjesë të madhe zën psikoterapia. Dhe madje mund themi një pjesë të madhe, nëse do të përdorja përqindje, mund themi 10% zën farmakoterapia dhe 90% mund të zëj psikoterapia. Duke qenë një trajtim i gjatë, sigurisht ky nuk bëhet në ambiente spitalore. Farmakoterapia, pra ajo e njohur si detox, pra pastrimi i trupit nga substancat, mund të realizohet në kushte spitalore. Pas kësaj, sigurisht kemi dy lloj qendrash, ato ambulatore dhe rezidenciale. Ne në Shqipëri qendra ambulatore kemi pas një shoqat që e quajtur Action Plus, e cila bënte trajtimin ambulator të pacientëve kryesisht përdorusve të opiateve. Ndërsa qendrat rezidenciale në kohët e fundit tani kemi disa shoqata të karakterit fetar kryesisht, por kemi edhe një qendër e cila është private, rezidenciale, përkundrejt një pagese që ato e kanë parë të arsyeshme që mund të trajtohen. Por deri më sot, sepse kjo qendër apo këto qendra rezidenciale janë të viteve të fundit, deri tani këto pacientë janë trajtuar, si thuash, në shtëpitë e tyre. Sigurisht në shtëpitë e tyre ka qenë vetë rrethi familjar, ai shoqëror, i cili ka kryer këto funksione të psikoterapisë. Sigurisht me hapjen e këtyre qendrave jemi në standarde më europiane, më botërore, si thuash, por duke qenë që jemi në hapat e para dhe me një kosto për xhepin e shqiptarit pak të lartë, jo shumë pacientë e kanë këtë mundësi për të hyrë në këto qendra. Do të thoja që këto qendra, sigurisht hyrja në to nuk do të thotë që pacienti u shkëput nga substanca, por probabiliteti për të shkëputur bëhet shumë i madh. Duke qenë profesor si thatë që nuk merreni vetëm me substancat ose me medikamentet, po një rol të rëndësishëm në klasifikim kishin dhe pickimet nga insektet, insekticidet. Cilat janë pickimet më të shpeshta nga insektet që ju domethënë hasni? Atëherë, në zhargonin popullor, pickim
quhet edhe kafshimi i gjarprit, por do thoja helmimet biologjike. Në helmimet biologjike më të shpeshtat në Shqipëri sigurisht janë kafshimet e gjarprit, por jo më të rëndat. Është pavarësisht se edhe mirimanga zez kafshon, mund të themi pickon sepse kafshimi është shumë i vogël dhe mund të quhet edhe si pickim. Në gjuhën shqipe është e vështirë ta ndash nga në gjuhën angleze është kafshim apo pickim, po është mirimanga e zezë ose e njohur si vejusha e zezë. Në terminologjinë tonë njihet se është një marimangë e cila nuk është autoktone. Ne na vjen nga trailerat që hyjnë në portet tona apo nga maunet të cilat futen me mandra përgjithsisht të Amerikës Latine. Por fatkeqësisht kjo marimangë mbijeton në klimën shqiptare dhe është tejet helmuse. Por aman ne këtu në Shqipëri, për sa i përket numrit të helmimeve biologjike, kafshimi nga gjarpri zë vendin e parë. Dhe përgjithsisht është sezonal, pasi duke qenë një kafsh me gjak të ftohtë, ajo del në sipërfaqe në kohën kur ngrohet temperatura dhe përgjithsisht në periudhën e dimrit ne nuk kemi raste të tilla, por sa fillon dhe ngrohet koha kemi plot raste të tilla. Mund të them madje që aktualisht ne flasim në 21 shtretër që ka shërbimi jon, 3 i kemi me kafshim gjarpri. Por sigurisht është një shifër e cila nuk është e shtrirë në kohë në këto vera, por aktualisht kemi 3 kafshime gjarpri në 21 shtretër. Po më vdekje për si profesor? Atëherë po su trajtuan edhe kafshimi i gjarprit në përka, e cila është gjarpri jon helmues, është vdekje për urës. Edhe pickimi nga mirimanga mactans është vdekje për urës. Këto janë domethënë 2 kafshimet dhe pickimet më helmuese që kemi ne. Sigurisht duhet marrë në konsiderat edhe akrepi apo shumëkëmshi, por përgjithsisht akrepat dhe shumëkëmshat në Shqipëri duke pas përmasa trupore relativisht vogla, sasia e helmit që ato injektojnë nuk është aq vdekje prurse, por sigurisht kërkon edhe ajo trajtimin e vet, pa u neglizhuar. Por kafshimi në përkës dhe i mirimangës zezë dhe jushës zezë është vdekje prurës, po nuk u trajtua në kohën duhur. Kuptoj. Ne përsëri në këtë podcast mundohemi që disa domethënë legjendave ose gojëllënave të njerëzve mundohemi që t'i japim shpjegim mjekësor, siç duhet të jetë, që edhe ata ta kuptojnë se si është e vërteta. Thuhet shpesh, sidomos në Elvetin, që i got verë ose rakin ditë bën mirë për shëndetin e gjitha me radhë. Sa është e vërtetë? Atëherë alkooli në efektin e tij të parë është vazodilatator. Dhe duke qenë vazodilatator, sigurisht momenti i parë bën të ndihesh më mirë. Dhe është faza e euforisë ajo. Por problemi është që duke gëlltitur gotën e dytë dhe të tretë, Aty bëhet problem. fillon nga vazodilatator bëhet vazokonstriktor. Kuptoj. Pra i mbështon në të gjatë. Duke na sjellë problematika të tjera shëndetësore, si më thon. Kështu që ajo fjalia që një gotë të bën mirë, Thonë zakonisht. Ashtu fillohet. Por duke nga një gotë. Po, dhe pastaj fillon ajo e tolerancës, për të marrë tjetrin efekti do kërkosh gotën e dytë dhe papritmas njerëzit bëhen të varur në alkool. Dhe përfundojnë tek jo. Por populli shqiptar është mësuar me përdorimin e alkoolit dhe madje nuk e quhen as drogë, por alkooli është drogë. Dhe si çdo drogë jep varësi. Dhe problemet që jep vetë varësia pavarësisht llojit të substancës. Vetë varësia është një sëmundje kronike. Lloji i substancës është pastaj mënyra se si e dëmton dhe mekanizmat që përdor apo lufta se si bëhet për të trajtuar këtë lloj pacienti. Por dëmet janë multiorganore në fund fare për çfarë do lloj substance e cila ka krijuar pikërisht varësi. Po. Kështu që do të thoja alkooli, një gotë verë apo kështu
nuk do thoja që pijeni se ju bën mirë, sepse është futja në botën e substancave psikoaktive. Kuptoj. Mesazhi i qartë. A arrin dikush ta ruaj këtë Balans. balans apo nuk, ajo është individuale. Dhe asnjëri nuk e din momentin e parë kur futet në këtë botë. A do dali apo do qëndroj atë? E vërtet. Profesor, për rastin më emocional që ju keni patur një efekt, një përmirësim shumë mirë të jetesës së atij pacienti që juve mund t'ju ketë ardhur. Qofse mund ta ndajmë. Ne kemi shumë raste të tilla, domethënë të gjithë rastet, Do ditë. të gjithë rastet të cilët shpëtojnë dhe të trajtohen, si më thon, pa probleme shëndetësore të mëdhenshme, janë raste fatlume dhe shumë emocionuese nga ana pozitive. Por unë do të thoja që rastet përgjithsisht të këtyre pacientëve, një pjesë e mirë e tyre të rasteve suicidale flasim, pendohen. Po se ja bëni që Dhe unë të pik? jo, e ka pirë, sa është transportuar e sa ka ardhur tek ne, ai ka reflektuar sepse veprimi i tij ka qenë kompulsiv. Kuptoj, pa. Dhe në momentin që vjen aty thot doktor, thot dua të shpëtoj, thot. Dhe ky është një emocion shumë i madh. Domethënë ai vjen, kërkon ndihmën tek ti dhe ti ja jep dhe shikon efektin më vonë që ai u shpëtu, u realizu, si thuash, edhe detyra jonë si mjek kjo është. Por i bashkangjitet edhe kësaj, sepse kemi edhe raste të cilët nuk pendohen fare. Madje ti shpëton jetën dhe ai thot kotu lova. Këto janë rastet që kanë krejt efektin e kundërt emocional. Kuptoj. Por këto raste sigurisht masi trajtohen në ne, sepse ne po trajtojmë pasojën, duhet të merren edhe psikologu, psikiatri, punojësi social për të trajtuar shkakun. Nëse është i trajtueshëm nga psikiatri apo është i trajtueshëm nga psikologu apo punojësi social. Kto janë raste të cilët nuk të japin atë kënaqësinë. Jo kënaqësinë, atë emocionin e madh pozitiv që ai shpëtoi, u rikthy për gabimin që ai vetë ka ndjerën, kupton? Ndërsa këtu në rastin e pacientëve të cilët fatkeqësisht janë pacientë të cilët thotë ti më shpëtove, unë do ta bëj prapë. Këto janë raste të cilët nuk ndjehesh mirë, Nuk ndjehesh i plotësuar. Domethënë e ke bërë punën tënde, e ke shpëtuar pacientin, është plotësisht mirë nga ana shëndetësore, por ka një risk të madh të ta shikosh prapë Atë shumë shpejt. e kuptoj. Po një mesazh profesor sensibilizimi për të gjithë ata të rinj, të cilët e mendojnë jetën kështu, afat shkurtër, jo afat gjatë, edhe bien pre e këtyre gjithë problemeve të varësisë që ne përmendëm. Jo, ky mesazh që do jap unë është një mesazh që ne dëgjojmë shpesh në qendrat fetare monoteiste, Zoti një jetë jep. Kaq. Jetoje sa më shëndetshëm dhe je në rregull me veten, me të gjithë njerëzit që të rrethojnë, nëse je besimtar edhe me Zotin. Okej. Shumë faleminderit profesor, ishte shumë kënaqësi për mua që ndam këtë bisedë, edhe shpresojmë që kemi përcjell ca mesazhe tek ndjekësit, po sidomos te ata që kanë probleme varësie. Faleminderit edhe ju për intervistën dhe mundësinë që na jepi të shprehemi dhe të informojmë edhe publikun për disa probleme që në fushën time janë edhe shpeshherë të sensit praktik. Ne për efekt kohë mbase nuk patëm mundësi të japim disa këshilla në raste Mund t'i ndajmë profesor, pa problem. Ka varet nga koha që ke. Jo, kemi, kështu që të bëhesh armë, kam sa dhe pishojën e kemi, kështu që nuk është problem. Atëherë do të kemi parasysh se për shembull ndodh që pickosh nga një gjarpër ose nga një insekt do lloj. Atëherë mund të thoja pikërisht për këto është ajo që në fushën tonë quhet ndihma e parë. Ndihma e parë përgjithsisht në fushën e toksikologjisë apo në atë të helimeve është zvoglimi i dozës. Zvoglimi i dozës bëhet me anë të dekontaminimit. Varet nga rruga që e ke marrë. Nëse e ke goditur, duhet të gjesh mënyra për ta nxjerrë.
të cilat mund të jenë edhe manuale, mund të jenë edhe me instrumenta mjekësare. Por do të thoja që nëse ke një njohuri për mënyrën e dekontaminimit, pra duke i zvogluar dozën këtij pacienti, i ke shpëtuar jetën. Dhe nuk ja shpëton jetën duke ecur me 200 km/h për të shkuar te spitali më i afërt, sepse mund të humbish edhe jetën tënde dhe jetën e njerëzve në rrugë me të shpejtësi. Pra, nëse ke bërë një dekontaminim ku të vjellat janë kryesisht kur gjërat gëlltiten, ne kemi atë tradicionalen që mund të pish pak ujë, të fusish gishtat në gojë dhe provokosh vjellat. Ky është një manipulim shumë i thjeshtë, po mund të jetë jetë shpëtues. Këto duhen në fund ditës profesor, këshilla sa më praktike. Ndërsa për sa i përket rrugëve të tjera të marrjes, për shembull nëpërmjet inhalimit apo thithjes, do ta nxjerrësh tjetrin nga mjedisi ku është intoksikuar. Do të dish duke nxjerrë në një vend me ajër të pastër. Pra i shpëton jetën thjesht duke nxjerrë nga aty, jo duke e marr hopa, duke mos u orientuar nga drejtimi i erës, sepse ti mund të ecësh në drejtimin e erës ku domethënë ndodhja po vazhdon. Sigurisht personi që hyn në këtë lloj mjedise për të shpëtuar jetë njeriu do të bëj pak bilancin edhe të jetës vet. Do të arrijë të shpëtoj jetën e personit i cili po rriskon jetën, apo do rriskoj edhe të vetën. Pra duhen marrë edhe disa masa, duhet një maskë thjesht apo një lloj garze e njomur për pak kohë, një veshje që mos jetë lëkura, mos jetë ekspozuar ndaj mjedisit etj. Sigurisht këto se varet gjithmonë nga rruga e marrjes, mënyrat e dekontaminimit. Ky është domethënë një pjesë, mund flasim me shumë orë, por mund themi nëse e mohesh nëpërmjet gëlltitjes duke provokuar thjesht vjellat, pra duke ulur dozën e gëlltitur, ti mund të shpëtosh jetën pacientit. Pasi thamë ti çdo gjë është helm. Mashtrimin e bën doza. Duke ulur dozën, ti mund ta kthesh substancën në jo helm. Ndërsa për sa i përket pickimeve dhe kafshimeve, do të thoja ato legjendat e çarjes së vendit të kafshimit, thithjes së në vendin e kafshimit për qitjen e hebit, nuk konsiderohen metoda efikase. Më mirë do të ishte një fashim i vendit ku është kafshuar, ekstremitetit apo varet nga vendi ku është, dhe dërgimi në një qendër sa më të afërt mjekësore, duke evituar sforcimet e mëdha fizike të pacientit në rastin e kafshimit nga gjarpri. Ndërsa për sa i përket tyre me insekticide, do të thoja që njerëzit mos të kryejnë këto disinfektimet vet, duke mos pasur njohuri mbi helmin apo çfarë ndodh nëse helmohesh. Por gjithsesi do thoja që duhet marrën disa masa, ato të ekspozimit, pra një maskë e cila duhet mbulojë dhe syt dhe gojën. Janë maskat e të dukshme për syt, se më thot dikush si mund të si të orientohen pastaj. Dhe ndonjë pelerinë e cila ti mbuloj pjesë e trupit dhe gjithmonë të jenë kundra erës. Pra, në momentin që ai po bën këtë, mos të jetë era në krahun e tij, që i gjithë ajo që pospërkat të thithet në pjesë e mirë edhe nga pra në momentin që ai po bën këtë procedurë që normalisht nuk duhet ta bëj, duhet të thrasi profesionist që merren me këto punë, dhe sigurisht ato i kanë të gjitha pajisjet dhe veglat e duhura. Sepse dikur kemi pasur shumë helmime pikërisht nga përdorimi i pesticideve nga amatorë. Të cilët thjesht ashtu siç ishin nëpër shtëpi, merreshin pompën dhe filloshin e spërkasin. Sepse njeriu mund të helmohet edhe duke thithur, inhaluar. Me që folëm edhe për drogat, do të thoja edhe një gjë për të gjithë njerëzit të cilët shkojnë nëpër ambiente festive, e sidomos në ato të mbyllura. Drogat të cilat
merren nëpërmjet tymosjes, mund të merren nga çdo person dhe nga ai që nuk tynos. E kemi në rastin e duhanit shumë të qartë. Kemi pirësit aktiv, ai që konsumon duhan dhe ai pasiv, i cili thith tymin. Kjo mund të ndodhi edhe me këto droga të cilat merren nëpërmjet tymit. Pra, një person çuditërisht mund të bëhet dhe i varur duke shkuar shpesh në ambiente të tilla, thjesht nga mjedisi. Dhe shpesh na qellon që në anamnezën që i marrin pacientët thotë s'ka përdorur kurrë. Dhe vërtet ai s'ka përdorur kurrë, por ndërsa që çfarë punon ti në një vend kështu thotë, bën analizën dhe ai del pozitiv. Dhe kjo është shpikatur shpesh edhe në këto analizat që kërkohen për vend pune. Ku ai del, s'ka mundësi thotë doktor, s'kam përdorur kurrë. Po ku ke punu ti dhe në rejtë ai është ndodhur në mjedise të tilla dhe në mënyrë pasive dhe duke mos qenë koshient ka krijuar varësi nga substanca dhe ta këshilla praktike shumë qarta për ata të jenë të vëmendshëm aq më tepër në mjedise të mbyllura. Ndërsa kujdesi tepër. Në mjedise të mëdha të hapura apo që kanë densi të madhe popullate, këtu nuk mjafton se janë mjedis të hapur. Se edhe këtu, duke qenë densia shumë e madhe, ti mund ta marrësh në mënyrë pasive substancën. Do t'i këshilloja të, nëse konstatojnë të tilla gjëra dhe nuk duan të bëhen të varur, largohen nga ato mjedise. Largohen kohë. Akoma sa nuk janë bërë të varur, po. Mesazhi i qartë. Shumë faleminderit doktor, shumë kënaqësi për mua që ta ndanim të bisedë bashkë, këshilla praktike shumë qarta, besoj që dhe ata që do e ndjekin do i marrin edhe do përfitojnë sa më shumë. Edhe unë dua t'ju falenderoj për mundësinë që më dhe. Kënaqësi. Shumë faleminderit edhe që na keni ndjekur deri në episodin e radhës, sa më shumë shëndet dhe paqe pat.